Federata e futbollit është organizatë sportive cila e ka kapërcy këtë andek prej 2017 që janë problemet e njëjta. A veç kozmetika në rënë. Gjithmonë e kitë lashin e njëjtë. Prej 2017 kur ka ardhur vërejtja e parë prej UEFA-s dhe FIFA-s që ky statut nuk duhet me kohë qështu. Statuti i FFK-s nuk është statut në harmonizim me UEFA-n dhe FIFA-t, pikë. Nuk është po asë një prej zhvillimeve të ndryshimet që i ka bu UEFA nuk i ka të inkorporun Federata e Futbollit, siç nuk i kanë disa federata tjera të veneve anëtare. Po diçka konkrete të kjo, çka është pikërisht? Po, pikërisht është problemi mos transparencës, llogaridhënies, qeverisë që është mirë. Çan në kupton qeverisja e mirë që është përdorur si tem. Qeverisja e mirë në kupton që çdo njeri që aplikon për një pozitë në Federatë Futbollit, prej klubit, deri te kryetor duhet me pas të nxjerrën në policinë e Republikës të kalumën kriminale. Pik. Asnjëri për qytetin nuk e kanë. Për kush janë këta? As këta që janë zgjedhur në komitetin ekzekutiv, se ka Ademi, mas ne nuk e ka të nxjerrën në gjykate që ndaj cilit nuk është zhvilluar një procedurë penale dhe ndaj cilit nuk pritet mu zhvilluar një akt gjykim me gjykim forme të presë kështu me radhë. Pra, tana qitu. Kjo është një problem. Po nuk u njohësh. Cilat janë tjerat? Mjaftueshëm, dëgjëm. Po kuptoj, mjaftueshëm është. Tjera. Se na ndodh gjithë neve këtu pas probleme ligji. Nuk mund të marrim dokumente ose Qërë pëse spajtojnë e me qitë formë të komunikimit mes shtetit dhe organizatave sportive? Sepse naj shteti e zbatoj ligjin 365 patës patë kuvend, licenca kur ju ka vazhdu që një formë e licencimit përkëshëm që është e jashtëligjshme, e që nuk ka licencim përkëshëm. Ja je i licencun, ja si je i licencun. Ligjin nuk një me disë. Nuk ka licencë përkëshëm për 3 muaj e për 4 muaj. O i ke plecu kriteret si pas legislacionit primar dhe sekundar. Për mu licencu, o nuk i ke plecu dhe pret me mor licencë dhe ti plecesh. Dhe Federata e Futbollit, kushdo që e ka mojt licencun, dhe njëset e ka shke ligjin për spërt. Kushdo dhe njëset që e ka mojt licencun, së pëtu unë për tham, jam i pak i hendikepun që punoj aty, dhe në mdel me folë kundër kolegëve të mi, po një sfakt do të mja spiku shikuzve. Nuk mundet me zbatu normat ajtë që s'ka thirrje akademike, ligjore, profesionale, për me e bon zbatimin e legislacionit fuqi. Të jënë zxedh. Dijam edhe një tjetër, dolem në amën të agencionin sportës flet, kur t'ja këqyrë thirrjen, qa ka kry? Fakultetin edukatës fizike, më falë. Legislacioni është kompleks. Ka fundi i përveç u kompleks, përveç u kompleks. Ka fundi i komunikate përmendet agencioni i sportit. Çka është agencioni i sportit? Agencioni i sportit është organi... A kemi ministrinë e sportit? Po. është departamenti i sportit? Po është organi po është me ligjin e ri, është i parapon, po kjo, dëgjëm, këta kanë bo një hop-back sy gardhen. Fillimisht të agronogramë, para se departamentin e sportit si organ ekzekutiv mrena më kërësës, e që merret në fush veprimin e vetë, mision edhe në vizion e ka zhvillimin e sportit në Republikën e Kosovës. Ndërkohë, me ndryshimit e ligjit për sport, është parapaf themelimi i agencionit sporteve që normal duhet më bo, po duhet fillimisht më bo rregullore të aktet në ligjore që si kanë zirë këj ligj. Këj ligj nuk është i kompletun me aktet në ligjore të cilat i dhonë shpirt, arsimi e den, i dhonë frymë zbatimi, edhe ti e di shumë mirë, i dhonë shpirt zbatueshmërisë pik për pik të ligjit për sport.